Në interes të Kosovës, në interes të shtetit, në interes të proceseve, biznesit, uroj që sa më shpejt të kalojnë ngërçin, të konsolidohen institucionet dhe për të lëvizë përpara. Para ne në Maqedoni, domethënë kemi partneritet me zotin Kurti. Unë jam gjatë në politikë, kam miq në gjitha subjektet politike, ndërsa ajo që është përfol, domethënë për 2 deputetët, nuk ka as pak të vërtet, njëri nuk e njoh fare, domethënë nuk kemi taku, të dytën e ndjeka zonja Mbala, më tha të vërtetën, që nuk kemi pas asnjë takim në këtë drejtim. Tjerat janë spekulime. Republika e Maqedonisë së Veriut me shtetin e parë që implementon One Stop Shopin, edhe ata janë në një pikë, po edhe në Bllacë, edhe në Jazhinc, pra që parafron Shkupin dhe Tetovën me Prishtinë dhe qytetet tjera, është pikërisht pra me Republikën e Kosovës, pra që të dyat më funksionojnë, sidomos ndjehet në Bllacë që më është pika kufitare e Maqedonisë më frekvente në Maqedoni, dukshëm e ka lehtësu, domethënë ka vetëm një kontroll në hyrje, dhe nëse pritet kanë qenë shumë gjata, me orë për qytetarët, që i kanë sjellë në momentet t'ia mendojnë, a do shkojnë në Kosovë ose prej Kosova do vinë në Maqedoni duke pas parasysh pritet e gjata. Sot më nuk është ai problem, pra dukshëm e ka mundësu lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe kjo kontribon pra dhe për komunikim më të mirë, për lëvizje më të shpesh, domethënë ndërmjet qytetarëve të dy vendeve. Këto ditë pra e njëjta do implementohet edhe në Tabanovc, pra me Republikën e Serbisë, One Stop Shopi, që është e rëndësishëm edhe për luginën e Preshevës, të cilat zakonisht kanë një komunikim me Karadokun, me Kumanovën, me Shkupin, po është e rëndësishëm edhe për diasporën e cila vitet e tëra është ballavaçu me pritje shumë të gjata pas udhëtimeve shumë gjata që i kanë pas me familjet e tyre, dhe mendoj që do jetë lehtësim dhe po ashtu intensivisht po punohet që One Stop Shopi të jetë implementohet edhe me Republikën e Shqipërisë. Problemi nuk ka prej tash, është domethënë dekada prej pas luftës së Kosovës, për shkak që Serbia është pjesë e Interpolit, ndërsa Kosova ende nuk është pjesë e Interpolit, dhe Serbia ka çpërdor këtë pozitë atje me azhurim të listave të këtilla. Dhe në qeveria e re po ballavaçohet me zgjidhje gjysmake ose me probleme që i kemi trashëguar nga e kaluara. Në parim kemi marrëveshje politike në qeverinë e re, vetëm duhet të implementohet sepse nuk ka formë të shkruar, dhe shtetet evropiane për shkak që janë pjesë e Interpolit nuk e kanë rregulluar këtë çështje në formë të shkruar, po ka disa zgjidhje praktike të cilat evitojnë këto situata. Besoj që shpejt edhe implementimi i kësaj marrëveshje do jetë praktik.